Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani vezë për mëngjes, por nuk e dini se çfarë i shkakton zemrës dhe imunitetit tuaj. Vezët e zjera janë një ushqim i shëndetshëm, i lehtë për t'u përfshirë në dietën tuaj dhe ofron përfitime për shëndetin në çdo moshë. Ato janë të pasur me proteinë dhe lëndë ushqyese të tjera që ndihmojnë në mirëqenien tuaj. Vezët përmbajnë një nga llojet më të mira të proteinës që mund të konsumoni. Krahasuar me qumshtin, janë një burim i shkëlqyer ushqyes si vitamina, minerale, karotenoide dhe yndyrna të shëndetshme. Një vezë ka rreth 77 kalori dhe ofron 6 gram proteinë të cilësisë së lartë. 5 gram yndyrë përfshirë 1.6 gram yndyrë të ngopur, si hekur, vitamina të ndryshme që mbështesin edhe funksionet e trupit. Ja disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi vezës sipas Brightside, nëse e merrni atë në formë të përditshme në formën e zjerë. Vezët ndihmojnë në humbjen e peshës. Vezët e zjera janë të pasur me proteinë, të cilat mund t'ju ndihmojnë të ndjeni të ngopur për një periudhë më të gjatë pa shtuar shumë kalori në dietën tuaj. Kjo është e dobishme për ata që dëshirojnë të humbasin në peshë, pasi ndihmon edhe në kontrollet e oreksit. Forcon kockat gjatë shtatzanisë. Proteina në vezët e zjera së bashku me vitaminën D luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e foshnjës gjatë shtatzanisë. Ato ndihmojnë në forcimin e kockave të dhëmbëve dhe mbështesin rritjen e përgjithshme të fetusit. Është një snak i pasur me lëndë ushqyese. Vezët e zjera janë një burim i shkëlqyer i lëndëve ushqyese, duke ofruar proteinë, kalcium, hekur, kalium në një paketë të vogël. Një vezë e madhe e zjerë fort ofron 6.3 gram proteinë, 25 mg kalcium, 0.59 mg hekur, 63 mg kalium. Këto element janë të rëndësishëm për shëndetin e përgjithshëm, duke mbështetur funksionin e muskujve dhe të zemrës, si dhe forcimin e kockave dhe të dhëmbëve. Vezët ndihmojnë gjithashtu në shëndetin e syve. Luteina dhe zeakantina, të cilat gjenden te vezët e zjera, janë antioksidantë të fuqishëm që ndihmojnë në mbrojtjen e syve nga dëmtimet e shkaktuar nga radikalet e lira që dëmtojnë parandalimin e sëmundjeve të syrit, si katarakta dhe degenerimi makular. Ato rrisin energjinë mendore. Proteinat dhe kolinat e vezëve të zjera janë të rëndësishme për funksionin e trurit, duke ndihmuar për të ruajtur nivelet e larta të energjisë mendore. Kjo është veçanërisht e dobishme pas mëngjesit, kur trupi ka nevojë për burime të tjera energjisë për të filluar ditën me një forcë të veçantë dhe për të ndihmuar gjithashtu në përfitime unike për shëndetin tuaj. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm dhe ushqyes. Një nga mënyrat më të mira për të konsumuar vezën është sigurisht forma e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Kozjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave, ngrënia e vezës në mëngjes, si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore, ju ndihmon të humbisni në peshë. Vezët janë të pasura me yndyra të mira. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit, ndërsa ulin rrezikun e problemeve të sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë e yndyrnave të shëndetshme, të cilët duhet të jenë pjesë e pandare e dietave tuaja. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmon të gjitha organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret dhe qelizat. Shëndeti i syve gjithashtu do të përfitojë ndjeshëm nga përdorimi i vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme të veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës. Mbron membranën dhe ul riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Do të keni gjithashtu kocka akoma më të forta. Vezët e zjera janë të pasur me vitaminën D,
vitaminë e cila është e rëndësishme për kockat e forta gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak. Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë. Vezët e zjera mund të kombinohen gjithashtu në forma të ndryshme, duke parë edhe rëndësinë e veçantë që do t'i ofrojnë organizmit. Veza është padyshim përbërësi kryesor i mëngjeseve më të shëndetshme. Një nga mënyrat më të mira të konsumit të vezës është sigurisht përgatitja e saj në formën e zjerë. Duke ditur rëndësinë që do t'i ofrojë trupit tuaj, veza e zjerë duhet jetë aleati juaj më i mirë për mbrojtjen e organizmit, sidomos kundër një sër komplikacionesh. Ndaj, edhe ekspertët këshillojnë në konsumin e vazhdueshëm të saj. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet në këtë formë, dhe gjithashtu sa vezë duhet të hani në ditë për të marrë përfitimet e tyre unike në dobi të organizmit tuaj. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim përfitimet që do të marrë organizmi kur konsumoni vazhdimisht vezë të zjera në dietën tuaj. Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol. Zjerja konsiderohet mënyra më e sigurt për gatim, sepse yndyrat që përdoren në skuqje rrisin kolesterolin në organizëm. Vezët janë një zgjidhje shumë ushqyese për trupin tuaj. Duke ditur edhe rëndësinë e përfitimeve që do t'i ofrojnë organizmit, do të kthehen në një nga aleatet më të mira për trupin. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Sipas të dhënave të Brightside, ngrënia e vezës në mëngjes, si një pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore, mund t'i ofrojë trupit tuaj edhe një ndihmë të mirë në humbjen e peshës së tepërt, duke ndikuar pozitivisht kështu në rritjen e përfitimit të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Veza është një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj, sidomos fal yndyrnave të mira që ajo ofron. Vezët e zjera nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilët ndihmojnë në ruajtjen e niveleve të kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me proteinë cilësore. Vezët e zjera natyralisht përmbajnë nivele të mira të proteinës, dhe një i rritur duhet të marrë patjetër vezët në dietën e tij ushqimore. Vezët janë një burim i shkëlqyer i proteinës, ato janë të larta në vitamina, në minerale të ndryshme, duke përfshirë kështu vitaminën A, vitaminën B, vitaminën B12, vitaminën D, jodin dhe folatin, shumë të rëndësishme për aktivitetet e trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ndaj sigurohuni që vezën ta keni pjesë të recetave tuaja të përditshme. Fëmijët duhet të hanë një vezë në ditë, ato janë të pasura me hekur, folat, proteinë, gjithashtu edhe me acide yndyrore omega 3, të cilët ndihmojnë ndjeshëm në rritjen dhe zhvillimin e qelizave të trurit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre, duke plotësuar nevojën ditore të trurit për omega 3. Një i rritur tipik i moshuar mund të hajë deri në 7 vezë në javë pa u shqetësuar ndjeshëm për problemet e kolesterolit, duke i siguruar trupit element jetik shumë të veçantë të cilët do të ndikojnë pozitivisht edhe në organizmin e tyre. Vezët janë të pasur me vitaminën D, vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për trupin tuaj, dhe vazhdimisht duhet të jetë pjesë e regjimeve të kujdesshme ushqimore. Gjithashtu, vezët përmbajnë 78 kalori, 6.3 gram proteinë, 0.5 gram sheqer, 0 gram fibër dietike, 0.5 gram karbohidrate dhe 62 mg natrium, që përbën 3% të kërkesës tuaj ditore për këtë element. Ndaj, konsumi i këtij produkti duhet të jetë vazhdimisht pjesë e rëndësishme e dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e veçantë ushqyese që ka. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.